Registro serve të proponojë të deputet pranë komisionit. Abuzus dhe shkencë të kushtetutës marrë të drejtuar të politika që ka në vetë, vetëm nëse ka propozim, ose s'ka. Me që nuk ka propozime, lush deputetët që me lypë të dore të deklarohen për komisionin të dore, dhe në drejtarë. Kush është kundër? Kush abstenon? Deputet ka marrë votën për, kundër nuk ka, pse nuk ka, do pritet seanca, shihemi përsëri të parë në shtatë në orën 9. Për formimin e komisionit votuan 53 deputet, kundër dhe abstenime nuk pati. Kur kryesuesi Avni Dehari ftoi partitë për të quar emra për komision, deputetja AK-s Time Kadriaj në foltore i quajti deputetët shkelës të kushtetutës. Gjatë procesit të votimit, deputetët e LDK-s goditën tavolinat në shenjë proteste. Mbledhja sot me ndodhi një ditë pas takimit të liderëve të partive të përfaqësuara në kuvent, i cili takim nuk prodhoi asgjë konkrete sa i përket arritjes së një marrëveshjeje të mundshme për daljen e vendit nga ngërçi i krijuar politik. Për shkak se lëvizja vetëvendosje Guxo e Alternativa nuk i kanë votat për Albulena Haxhiun si kryetare e kuventit. Lëvizja vetëvendosje Guxo e Alternativa akuzuan PDK-n dhe LDK-n se po keq interpretojnë aktgjykimin e fundit të kushtetuesës mbi konstituimin e kuvendit, duke këmbgulur në formimin e komisionit për mbikëqyrjen e procesit të fshehtë të votimit.